Përshëndetje miq. Ju ftoj të dëgjoni 2 histori të shkurtra, por tepër domethënëse. Më pëlqen shumë të kujdesem për fëmijët e mi. Fundja si çdo natë. Pjesa më e bukur e ditës është kur u mësoj fëmijëve gjëra të reja. Një ditë, teksa po ecim për në park, vajza ime më thot: "Mami, mund të më ndihmosh të lidh këpucët të lutem?" "Mund ta bësh vetë, bija ime." "Po pse? Nënat e tjera ua lidhin fëmijëve këpucët." "Unë ta kam treguar si lidhen. Tani do ta tregoj edhe një herë të fundit, por pastaj duhet ta bësh vetë. Shiko me kujdes, ja kështu lidhen." "Por ti më lidhe vetëm një këpucë, po tjetrën." "Ti më kërkove ndihmë dhe unë ta dhash. Mund ta lidhësh vetë tjetrën." "Nuk e bëj dot, nuk jam e zonja." "Je e sigurt?" "Po." "E ke provuar?" "Ti e di që e kam provuar, por nuk mundem." "Ndoshta nuk mundesh për faj se nuk je përpjekur mjaftueshëm." "Mami, ti nuk më do mua." Heshta pak. Më pas i them: "Vërtet mendon se dashuria nënkupton që një nën gjithmonë duhet i bëj vetë ajo gjërat për fëmijën e saj?" "Jo kështu, zemra ime. Unë mund të të mësoj se si të lidhësh këpucët, por duhet të jesh ti që ta bësh atë. Në jetë nuk do të jem gjithmonë me ty. Një ditë do ta gjesh veten duke u përballur me situata më të vështira se një lidhje këpucësh. Dhe përballë atyre situatave, mbase nuk do të jem unë që të mësoj t'i kalosh. Duhet të bësh gjithçka vetë dhe duhet të bësh shumë tentativa përpara se të kapërcesh një pengesë. Nuk duhet të heqësh dorë. Ti kurrë nuk duhet të dorëzohesh. Nuk dua që të thuash se nuk mund ta bëj këtë. Beso në veten tënde, në çdo ditë të jetës. Asnjëherë mos dysho tek vetja. Provo, provo, provo përsëri derisa mund t'ja ndalësh në rrugën tënde dhe në fund t'i thuash botës që ja dole mban." Historia e babait dhe e vajzës së tij. Një vajzë qëndronte ke koka e krevatit të babait të saj të moshuar në spital. Në një nga këto ditë, ajo vuri re se atij po i mbusheshin syt me lotë dhe e habitur e pyeti: "Baba, nuk të kam parë kurrë gjatë gjithë jetës që të qash. A ke qarë ndonjëherë tjetër ashtu si tani?" Ai me një zë të lodhur u përgjigj: "Po bi, para shumë vitesh kam qarë përpara teje, ashtu si po qaj tani." Vajza u bë kurioze dhe e pyeti: "Cila ishte arsyeja që ke qarë përpara meje, baba? A mos vallë kam qenë e sëmurë, apo të kam lënduar me budalloqet e mia? Nuk më kujtohet kjo ndodhi." Babai vazhdoi të tregoj, ndërsa syt i mbante mbyllur që do mos i dukeshin lotët. "Ti, bija ime, ishe tepër e vogël dhe unë isha kurioz të dija se çfarë prirje kishe për të ardhmen. Kështu që vendosa të bëj një lojë. Vendose në tavolinë përpara teje një laps, një monedhë dhe një lodër. Më pas kërkova që të zgjedhësh. Nëse ti do të zgjidhje lapsin, atëherë kjo tregonte se ishe e prirur drejt dijes në të ardhmen. Nëse do zgjidhje monedhën, është e qartë që do shkoje pas paras. E nëse do zgjidhje lodrën, atëherë do të ndiqje kënaqësinë dhe argëtimin në jetë." Vajza, tepër kurioze, e pyet: "E çfarë zgjodha unë, baba?" Ti, bija ime, u hutove për një çast dhe po I vështroje elementet mbi tavolinë, me sytë e tu të bukur që të shndrrinin nga çeltërsia e një fëmije. Pastaj I fshive të gjitha, I hodhe në tokë, hipe mbi tavolinë dhe më hodhe në qafë duke më shtrënguar fort. "Ti më zgjodhe mua para gjithçkaje, bija ime. Më zgjodhe atëherë kur nuk kisha mundësi të ofroja pasuri e të jetoja si shoqet e tjera. Më zgjodhe edhe kur nuk mund të luaja me ty dhe të argëtoja nga stresi që kisha. Më zgjodhe edhe kur nuk mund të nxjerrja shëtitje për një akullore kur vija I lodhur nga puna. Edhe tani që jam plakur dhe mendja ime flet për çark,
Përsëri, ti më zgjodhe mua dhe qëndron pranë meje. Pra bia ime, unë 2 herë kam qaj para dikujt, atë ditë dhe tani, po qaj për herë të dytë përpara të njëjtit person. Ai person je ti bia ime, dhe kjo e qarë më ka dhënë forcë dhe lehtësim në jetën time me shumë mundime. Të nderuar miq, sapo ndoqët 2 histori të bukura familjare. Nëse ju ka pëlqyer, i bëni like videos dhe share. Ju lutem na bëni subscribe në kanalin ton për të ndjekur video të tjera më interesante.